Nderuar shikues, ja takojmë edhe sonte, si çdo natë, për të elaboruar, diskutuar tema të ndryshme që kanë të bëjnë me muajin Ramazanit. Dhe sonte do të flasim për etikën e agjëruesit. E mysafiri me kësaj radhe është hoxha i nderuar Dr. Elbasan Xhani. Hoxha, mirë se erdhe në këtë emision. Mirë se ju gjetëm, faleminderit për ftesën. Hoxha, agjërimi e dim ka vlerën e madhe dhe besimtari duhet me rujt këtë adhurim, mos me njollos. Kisha pas që me diskutu me juve, si mundet me njollos besimtari agjërimin? Cilat janë ato veprat e ndaluar ose çka është ndaluar për agjëruesin si koncept fillimisht? Spari shfrytëzoj nga rasti që të uroj besimtarëve ardhen e muajit të bekuar të Ramazanit, duke lutur Zotin fuqiplot që të na mësoj kryerjen e ibadeteve, afrimin tek Zoti dhe të na mësoj që të dalim nga Ramazani me një zemër të pastër dhe me mëkatet e falura. Sa i përket etikës së agjëruesit ose vlerave morale në raport me agjërimin, dietarët islam dhe fuqahat islam kanë diskutuar për disa gjëra të cilat janë përreshës të agjërimit, që ndryshe quhen në terminologjinë fikore si el muftirat. Pra janë gjërat e ndaluara të cilat nëse i bëjmë përgjatë agjërimit, ato e prishin agjërimin tonë. Edhe nëse bëjnë qëllimisht, hyjmë edhe në gjuna dhe në mëkat. Padyshim, dhe gjithashtu kur themi etika ndaj etika e agjëruesit, kemi për qëllim edhe gjërat të cilat janë gjërat të preferuara gjatë agjërimit. Dhe gjithashtu edhe kemi për qëllim gjërat të cilat agjëruesit duhet të ruhet që janë të papëlqyera ose me kruhatet e agjërimit, siç njihet edhe në terminologjinë fikore. Që tjetë agjërimi i sa më i pastër, sa më i përmbushur me shpërblime. Padyshim, pra kur themi etika e agjëruesit, themi gjërat të cilat e zbukurojnë edhe me tej agjërimin. Kurse sa i përket pyetjes tuaj për gjërat të cilat e prishin agjërimin, që ndryshe quhen el muharramat, pra janë gjërat e ndaluara që agjëruesi asesi nuk duhet të veproj. S'pari është rëndësishme që të flasim për definicionin e haramit, ose ajo që quhet el muharram, e që dietarët islam pra kanë thënë është huwa ma yastahiqu al-iqaba fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Pra ajo që është ndaluar gjatë agjërimit është kur vepruesi i saj nëse e bën, ndëshkohet, pra meriton dëshkimin e Allahut subhanahu wa taala, dhe ai i cili e lën duke u friksuar Allahut azza wa jall shpërblehet për lënien e saj. Pra është bërë rigoroze që është ndalesa, për çata neve na intereson me i trajtu, sidomos si agjërues. Për çka do të më largu agjëruesi? Padyshim, agjëruesi së pari duhet ta kuptojmë që agjërimi ndahet në dy lloje. Pra, lloji i parë vetëm që ka të bëjë vetëm me agjëruesin, pra gjërat të cilat e prishin agjërimin nëse ai i vepron, dhe lloji i dytë ka të bëjë me disa harame që i bën çdo besimtar, qoftë gjatë muajit të bekuar të Ramazanit edhe qoftë jashtë Ramazanit, që i prek të gjitha shtresat. Sa i përket agjëruesit, kemi të bëjmë më shumë me disa harame të cilat nëse i veprojmë, ato pra e asgjësojnë agjërimin tonë ose e prishin agjërimin tonë. E ato janë të njohura në jurisprudencën islame. E para prej tyre që kanë cekur fuqahat islam është pra brumi kryesor i cili prish agjërimin, që është ngrënia dhe pirja. E kundërta e agjërimit. Agjërimi është abstenim nga ushqimi dhe pirja. Padyshim. Veprimi i kësaj, domethënë në këtë aspekt është i ndaluar. Padyshim, dhe argumenti kryesor për prishjen e agjërimit nëse ne ham dhe pim është fjala e Allahut subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Pra hani e peni derisa të dallohet peri i bardh nga peni i zi. Pra është për qëllim këtu sipas vetë komentet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pra peni i bardh në kupton ardhen e dritës së agimit, kurse peni i zi në kupton mbetjen e errësirës, andaj duhet që të dallohen qartë. Ose ndryshe kuptimi më i saktë është që të dallohet agimi i rrajshëm nga agimi i vërtet.
Prej gjërave tjera të cilat pra janë të ndaluara dhe që prishin agjerimin në mënyrë kategorike është edhe marrëdhëniet intime gjatë agjerimit. E që ka një dispozit të veçantë në qoftë se njeriu e vepron këtë gjë, për arsye se nuk mjafton vetëm pendimi, nuk mjafton vetëm vazhdimi e asaj dite, por të njëjtën kohë është edhe një lloj kefara, një lloj shpagimi që është i veçantë vetëm për marrëdhëniet intime dhe nuk është për dispozitat e tjera. Pra njeriu i cili me vedije të plot bën marrëdhënie intime gjatë agjerimit, ai duhet përveç që ta kompenzoj, pra ta plotësoj atë ditë, duhet që të bëj kefaret e që është pra shpagimi i kësaj dite. Më e njohura që është tek ne është pra që të agjeroj 2 muaj rresht, radhazi, mirë po ajo çka është e vërtetë në fikun islam është se para agjerimit 2 muaj rresht është një dispozit tjetër, pra janë 3 përzgjedhje, 3 nivele, e kjo tregohet me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku erdhi një burr dhe i tha: "Ja Rasulullah, qad halakt." O i dërguari i Allahut, u shkatrova. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pse? Për arsye se kam bërë marrëdhënie intime në muajin e bekuar të Ramazanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të na treguar neve si umet deri në ditën e fundit se si duhet ta kompenzojmë këtë gjë nëse na ndodh neve, atëherë ai e pyeti dhe i tha: "A ke mundësi ta lirosh një skllav?" I tha: "Jo." "A ke mundësi ti agjerosh 2 muaj rresht?" Tha: "Jo." "A ke mundësi me to forma e tretë, a ke mundësi që të ushqesh 60 e varfër?" Tha: "Jo." Pra, kjo tregon se këto kategoritë e para është lirimi i skllavi, nëse nuk ka mundësi. Pastaj vjen kjo që është më e njohur në popull, pra agjerimi 2 muajve, dhe në fund nëse s'ka mundësi, atëherë pra i ushqen. Realisht kjo nuk është në mënyrë përzgjedhëse, por në mënyrë rëndore. Në mënyrë të renditur, pavarësisht që e para realisht edhe është thuajse e pamundshme në kohën e sotit, po. Kështu që kalohet direkt te e dyta. Hoxhë, te këto ndalesat që kanë të bëjnë me agjerimin, por ndalesat tjera, gjunahe tjera, mëkate tjera për agjeruesin, gjithsesi janë ndaluara për çdo besimtar, por për agjeruesin në mënyrë edhe ma specifike se është në kohë adhurimi. Si e trajton feja këtë çështje? Përveç këtyre gënjeshtra, gibeti, llafet, padyshim përveç këtyre gjunave të mëdha të cilat e prishin agjerimin, e që ne i përmendëm vetëm disa, sepse dietarët dhe fuqahat islam kanë përmendur edhe çështjen e masturbimit, e cila e prish agjerimin, kanë përmendur edhe çështjen e hijamës, ku ka diskutim në mesin e dietarëve. Inshallah do të trajtojmë tim për tim edhe me shembuj praktik. Padyshim, kurse sa i përket harameve që janë të përgjithshme, e para prej tyre që kanë përmendur dietarët është çështja e gënjeshtrës, ku këtu hyn edhe dëshmia e rreme. Qaulu zur. Padyshim qaulu zur, Allahu subhanahu wa taala e ka ndaluar gënjeshtrën në Kur'an dhe niveli më i lartë i ndalesës është gënjeshtra ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe si themi, të marrësh guximin të nënshkruash në emër të Allahut subhanahu wa taala duke dhënë fetva ose për halal ose për haram. Sidomos pa dituri, dhe Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'anin famlar që është njëra prej gjunave më të mëdha, duke thënë: "O men adhlamu mimmen iftara ala Allahi kadhiban aw kadhaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun." Tha, e kush është më zullumçar se ai që shpif gënjeshtër ndaj Allahut ose i përgënjeshtron ajetet, argumentet e tij, me të vërtetë zullumçarët nuk do të kenë sukses. Andaj një person i cili merr guximin të gënjej në emër të Allahut subhanahu wa taala është për njerëzve më të këqij, dhe kjo është një lloj kërcënimi edhe për ata të cilët pra kanë guxim nga masa e gjerë ose rëndomt që në emër të Zotit ose në emër të Islamit flasin pa dituri, dhe siç thotë edhe Ibn Salahi, fetvaja është në nënshkrim në emër të Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu niveli tjetër pas gënjeshtrës ndaj Zotit që është i rrezikshëm është edhe gënjeshtra ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ose mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam,
duke folur për fjalët e tij, për hadithet e cilat ndoshta nuk janë të vërteta, por që njerëzit i shpikin për shkak të epsheve dhe dëshirave të tyre. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se men kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, kush gënjen diçka në atë çka se kam thënë unë, atëherë le ta përgatit një vend në zjarrin e xhenemit ose një karrige. Më të fuqishme dhe motivator atë shumë që është transmetuar. Po që më konkretisht i dërguari alayhi salatu wasalam i ka theksuar disa veprime në raport me agjerusin. Ai agjerusi i cili agjeron abstenon nga ushqimi dhe pija, por nuk e lën dëshminë e rrejshme punën me ta. A do më thonë kjo se nëse njeriu bën gjuna, bën përgojim ose dëshmi të rrejshme, që agjerimi i tij është i prishur, i pavlefshëm, apo si më e kupton? Sa i përket këtyre gjunahave, e sidomos dëshmisë së rrajshme, kjo nuk e prish agjerimin, mirë po e pakson shpërblimin e agjeruesit. Dhe kemi një kërcënim të qartë nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili përmend dëshminë e rreme duke thënë men lem yada qawl az-zuri wal amal bih falaysa lillahi hajatun fima an yada ta'amahu wa sharabe. Kush nuk e lën dëshminë e rrajshme dhe punën me të, atëherë nuk ka nevojë që të mbetet kot pra pa bukë dhe pa ujë. Pra që nënkupton se shpërblimi këtij personi është në nivelin më të ulët të mundshëm. Dhe dëshmia e rreme, sipas komenteve të dietarëve, nuk nënkupton vetëm gënjeshtrën, sepse gënjeshtra futet tek dëshmia e rreme, por nënkupton edhe ignorancën, edhe sëmundjen e zemrës. Gjithsesi Allahu na ruajt, inshallah agjerimet tona dhe gjithë shikuesve janë të pastërta dhe të kulluara nga çdo njoll e gabimeve dhe mëkateve. Po në anën tjetër, hoxhë përmendët edhe në fillim, pjesa e etikës është dhe veprat e mira me çka duhet më ustolis agjeruesi, veprat preferuara të lavdëruara. Çka janë gjanat më të preferuara për agjeruesin që duhet me pas kujdes pas largimin nga këto tmeta dhe këto gjëra? Gjërat e preferuara ose el mustahabbat që konsiderohen në fiqhun islam janë ato të cilat e zbukurojnë agjeruesin dhe agjerimin e tij dhe të njëjtën kohë e rrisin shpërblimin tek Allahu subhanahu wa taala. Prej gjërave të cilat i kanë sjellur dietar që janë të preferuara, e para prej tyre është syfyri. Kujdesi ndaj syfyrit si një prej momenteve më të veçanta që e karakterizon vetë muajin e bekuar të Ramazanit. Andaj syfyri është periudha e fundit të natës, e përfundimit të natës, ku personi zgjohet dhe han ushqim deri tek periudha e agimit të vërtet dhe pastaj e lën ushqimin dhe braktis ushqimin për të agjeruar ditën që vjen. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa i përket syfyrit na ka treguar që është moment i bereqetshëm, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, pra zgjoni në syfyr nga se në syfyr ka bereqet, ka pra pranim të melajkeve dhe ka pranim të duave gjithashtu. Andaj njëra prej dallimeve të cilat ne dallohemi nga të tjerat ose njëra prej urtësive të syfyrit është se dallohemi nga ehlul kitabit të cilët nuk e kanë pasur umetet e tjera që dhe ata kanë pasur obligim agjerimin, ama jo mirë, po nuk e kanë pasur syfyrin si dispozitë të veçantë, andaj pejgamberi sallallahu ka thënë dallimi mes neve dhe tyre është syfyri. Dhe vazhdimisht është të theksuar në hadithe ndjenja që më u dallu dhe më kundërshtu ritualet dhe adhurimet e popujve të tjerë. Po. E në këtë rast pejgamberi sa më ka veçuar syfyrin si vlerë madhështore. Padyshim. Po diçka tjetër pas syfyrit hoxh, ose realisht te syfyri mund ale edhe pak. Është patjetër më çu syfyr, do të thonë pranohet agjerimi pas syfyr, sidomos jena në një kohë që njerëzit ndoshta për shkak të angazhimit ose në kohën verore kur syfyri është shumë herët, ndërsa njerëzit punojnë deri vonë. Çka është mirë me bos paku me shiu syfyrin? Dispozita e syfyrit ose zgjimin e syfyr konsiderohet si sunet muakkada. Pra është prej suneteve të forta, dhe kur themi suneteve të forta, i bie që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka lënë asnjëherë ose ka mundësi ta ketë lënë vetëm në ndonjë rast të veçantë. Andaj ky është suneti i fortë. Sa i përket syfyrit është sunet i fortë dhe nuk është
prej obligimeve të patjetërsueshme. Agjerimi pranohet edhe pa u çunë. Padyshim, mirë po nuk i ka hije një besimtari musliman që ta braktis këtë sunet të fortë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e sidomos që është edhe dallues mes neve dhe popujve të tjerë. Edhe koncepti që është në popull, besoj që është shumit që thonë bile që një gotë ujë me pi, ose dikush e ban për një jetën e kështë në radhë, edhe ajo e ka vlerën edhe sa do pak me shiju atë moment syfyr. Padyshim, dhe kjo ka bazën tek hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka bërë syfyr në esencë me hurma dhe ka thënë në disa transmetime, nëse ke mundësi edhe një glëng ujë që ta pish, atëherë qoho në syfyr. Dhe urtësia ndoshta e zgjimit në syfyr, përveç që është dallim mes neve dhe popujve të tjerë, është se edhe e forcon njeriu për ditën që do ta agjeroj, dhe të njëjtën kohë në atë kohë pranohen duat, dhe sipas disa transmetimeve dhe me laiket, pra lutem për personat të cilët prezant dhe qohen në syfyr. Të gjitha këto janë pra urtësi dhe mbi të gjitha mundësia e faljes së namazit me xhamat, namazit të sabahat, pra është prezente. Andaj për në me humbja e syfyrit nuk është humbje një ushqimi, po është humbje e një bereqeti shumë të madh. Pakot begative mirësive. Prej syfyrit deri në iftar nuk haj nuk pim. Çka me bë për iftar? Çka është puna e iftarit në aspektin fetar? Sa i përket iftarit, iftari është e njëjta dispozit sikur se syfyri, është një sunet i fortë i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të bëhet iftar, dhe kjo bëhet në momentin kur perëndon dielli, dhe është sigur që perëndon dielli, dhe këtë siguri neve tashme në kohën bashkëkohore e marrim përmes institucioneve përgjegjëse të cilat janë tek ne Bashkia Islame e Republikës së Kosovës. Kemi takvimin zyrtar dhe ajo për neve është padyshim fjala e fundit. Fjala e fundit ose është ai gjykimi i prerë pra në aspektin e ibadetit. Andaj iftari është gjithashtu një bereqet i madh dhe është një begati e madhe që ne si ummeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam jemi pajisur me të. Edhe tek iftari është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kohën e iftarit ka bërë dua kur ka ardhur iftari, dhe të njëjtën kohë e ka prishur iftarin me rutab, janë disa hurma të njoma, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë mund të përdoren hurma të thata, temrat që konsiderohen në terminologjinë fikore, e në qoftë se nuk ka mundësi atëherë me ujë, e në qoftë se s'ka mundësi atëherë me llojet e tjera të ushqimit të cilat janë të lejuara. Padyshim. Mirë. Iftari ka vlerë, do të thonë prishja e xherimit në aspektin fetar, i dërguari alayhis salam ka vepruar kështu, që e përmendet ju, por edhe na ka inkuraju edhe jemi të ftuar që mos me shty, mos me vënu, as më pak me lan krejt. Ndoshta dikush mund me thonë, unë du me agjeru, me zgjat ditën, çaj rituali. Si qëndron kjo në aspekt fetar? Padyshim, pra praktika e iftarit është sunet i fortë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga mos praktikimi i iftarit ose lidhja e agjerimit me pjesën tjetër duke qenë agjerueshëm dhe duke mos anashkalu iftarin. Që ndryshe quhet el-wisal, pra lidhja dhe mos prishja e agjerimit në kohën e iftarit. Dhe kjo ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku një pjesë e sahabëve e kanë parë që pejgamberi alayhis salam po e vazhdon agjerimin e tij, dhe ata kanë vazhduar njëjtën metodë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka ndaluar dhe ka thënë që unë nuk jam sikurse jo, tha Allah azza wa jall mua me ushqen dhe me furnizon me ujë. Andaj pra është urrëtur që ne ta vazhdojmë agjerimin duke mos e prishur në emër të ritualit, në emër të adhurimit, një gjë që pejgamberi sa jo ka ndaluar shokëve të tij. Padyshim. Gjatë agjerimit vazhdimisht ne synojmë me fitu sevape, me bë punë të mira. Çka mund me përmend diçka që kishim mjaftu edhe cilësinë e agjerimit edhe sevapit si agjerues. Ndaj veprave që mund mi bë. Padyshim që njëra prej veprave më të mira që ndërlidhet me iftarin është shtrimi i iftarit ndaj njerëzve të tjerë. Ndaj dhe këto në esencë kanë përparësi ata cilët janë familjar, sepse përveç se është shpërblim i dhënies së iftarit, është edhe lidhje ose mbajtje e lidhjeve farefisnore. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kush ja mundson dikujt dhënien e iftarit, atëherë do ta marrë shpërblimin atij agjeruesi, pa i munguar agjeruesit diçka prej
prej shpërblimit. Paramendo hoqë tash ti na bëjmë agjerim edhe nështë kemi mangësi, por nëse japim iftar dikujt, e ndoshta agjerimi ti është shumë më i pasur, shumë më i pasur fetarisht, sa shpërblimet mundet me i marrë njeriu. Padyshim. Krahas shumë veprave, agjerimit që është Ramazani, por leximi i Kuranit, qëndrimi në xhami, këto janë këtë vepra që na diskutohen edhe në emisione tjera. Po hoq këtu me bën një pyetje, është sevap me dhënë njerëzve iftar. Po me dhënë njerëzve syfyr? Çka mund me thonë për këtë? Gjithashtu edhe dhënia e syfyrit është prej shpërblimeve të mëdha, sepse hen atë kornizën e gjerë të shpërblimeve të Allahut subhanahu wa taala dhe të dyfishimit të shpërblimeve në raport me Ramazanin, dhe se pejgamberi sallallahu përderisa tha zgjonin syfyr sepse ka bereqet, me lejen e Zotit do të ka bereqeti i asaj sadakaja. Jeni farë sebepi që ai po agjeron me çat ushqim edhe po forcohet edhe po bën adhurim që bëjë i involvum se vapin e atij personi. Sigur të iftar. Padyshim dhe dhënia e syfyrit është transmetuar në disa transmetime nga shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët kanë bërë së bashku syfyr pra mes vete ose kanë dhënë syfyr mes vete, dhe këtu është një diskutim në mesin e dietarëve se është më mirë që të japim syfyr apo që të japim iftar. Një pjesë e dietarëve kanë menduar që syfyri është më i vlefshëm për shkak të bereqetit të madh, prezantimit me lajkeve kështu me radhë. Mirë po, ajo që na tregojnë hadithet e vërteta dhe që na orientojnë në më të saktën është se dhënia e iftarit është më e preferuar, sepse kemi hadithe drejt për drejt ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kush i jep iftar dikujt, ai e ka shpërblimin e agjerusit, që nuk e kemi të njëjtin transmetim për çështjen e tekstualisht tek çështja interpretive, se nëse jep syfyr ti involvohesh se vapën e tij. Po na shtaktohet më thënë se edhe varet edhe prej rrethanave. Ndonjëherë, sidomos në vende ku jepen iftara të shtruar edhe njerëzit kanë qasje edhe të varfërit edhe studentët. Po në kohë syfyrit e kanë më problematike me u furnizu me ushqim. Për shembull, veç për marrë si shembull, iftar krejt nështë të hajnë shpijat veta, po me i qu syfyr po e zojmë në spital në rëmët natës, apo në polici, apo të zjarë fiksat, apo të studentat konvikt. Ajo bajage ka një madhështi se nuk ja ka bëhat hizmet kërkush më herët. Përveç shpërblimit e ki edhe veprën si kontribut që mund me pas sigurisht shpërblim të. Padyshim, kjo është pjesë e bujarisë, e bujaria do të shtohet qoftë në syfyr, qoftë në iftar. Mirë, hoxhë, i përmenëm gjana të ndalume, disa prej gjanave të preferume, po ka disa gjana që nuk janë nështë të ndalesës rrept rigoroze, por janë të papëlqyeshme, janë të urrejtura. Çka mund me thanë gjatë agjerimit që me pas kujdes njeriu, që mos me prek as gjana që ndoshta janë të papëlqyeshme. Sa i përket këtyre gjërave që quhen ndryshe mekruhat as-siyam, pra gjërat e papëlqyera ose të urrejtura gjatë agjerimit, duhet ditur se mekruhi në dispozitën shariatike konsiderohet një vepër e cila dietarët kanë thënë huwa ma yuthabu tarikuhu wa la yuaqabu fa'iluhu. Pra ajo që njeriu shpërblehet nëse e lën, mirë po nuk dënohet nëse e vepron. Dhe forma e ndalimit të këtyre gjërave ka orë në formë ju të prerë. Në formë ju të prerë. Duhet me pas kujdes, duhet pas kujdes dhe duhet të distancohemi. Prej gjërave që kanë përmendur dietarët islam është së pari që gjatë agjerimit kemi kujdes tek çështja e shpërlarjes së gojës dhe hundës, sidomos gjatë abdestit. Moment i shpesht për besimtarin. Padyshim, ditor dhe pejgamberi sa në esencë e ka preferuar mbi pastrimin ose hiperbolizimin e pastrimit të gojës dhe hundës gjatë abdestit, por jo në Ramazan, dhe i ka thënë njëri prej shokëve të tij, bëje këtë, pastroje gojën dhe hundën, pra hiperbolizoje këtë gjë. Deri në thellësi. Mirë, po illa përveç se kur je agjerueshëm, për arsye se rreziku për të depërtuar ujë deri në fyt është i mundshëm. Gjithashtu prej gjërave tjera që janë të urrejtura ose mekruh gjatë agjerimit është edhe puthja e gruas, sidomos nëse është një person i cili nuk e përmban vetë epshin e tij pra në raport me gruan e tij, që pastaj të kalohet në një nivel tjetër ku ndodh marrëdhënia intime e pastaj të bëhet kefaret, pra që është një lloj pasoja shumë e madhe. Pasoja është shumë e madhe. Gjithashtu prej gjërave që janë pra mekruh gjatë agjerimit është edhe ajo që përmendëm më herët, pra mos prishja e agjerimit në kohën e iftarit ose lidhja e agjerimit ditor bashkë me pjesën e natës, e cila është pra mekruh. Nuk është haram, mirë po është e urrejtur.
Këto në përgjithësi, edhe për shtypen e kam përmendur dietarët islam, mirë po, ajo në esencë lejohet, mirë po kam përmendur në qoftë se del jashtë dhe futet përsëri brenda, është mekruh, është më mirë që të hidhet jashtë. Me hidhet jashtë. Gjithsesi, edhe jemi ka fundi emisionit, hoxhë nderuar, kishim përmend disa gjana që hynë krejt këto që i përmend disa ndalesa më rigoroze, disa më të lehta, por që mund me u konsideru si elemente, gjana që besimtari nuk ja vëmendjen edhe mund t'i bëj ato gabime. Cilat janë disa gabimet që janë më të shpeshta, që na kishim me i vedisu shikuesit me pas kujdes me urujt për tyne. Po. Prej gjërave pra më të shpeshta që bën gabime, e para është mos kujdesi ndaj dispozitave të agjerimit. Andaj elhamdulillah Zoti na ka dërguar hoxhallar dhe dietar, të cilët zakonisht para se të vijë muaji i bekuar i Ramazanit, pra hapin derse të veçanta për dispozitat e agjerimit. Andaj arsyetimi i njerëzve sot nuk është prezent për arsye se kemi ligjërata të bollshme për t'i mësuar dispozitat e agjerimit. Andaj një pjesë dhe mundësi shumë gjithandaj më fajin. Dhe një pjesë e madhe fatkeqësisht e muslimanëve pra janë të pakujdesshëm ndaj dispozitave të agjerimit, e Allah Azza wa Jall i përzgjedh njerëzve të cilët mësojnë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din, ku Allah Azza wa Jall ja don të mirën, atëherë ja mundson që ta mësoj fenë, dhe këtu më shumë është për qëllim pra kuptimi i dispozitave të shariatit. E dyta që është prej gabimeve që bëhet është shpenzimi i tepruar gjatë agjerimit. Agjerojmë tani, një iftar. Pa dyshim pra, domethënë i te i kalojmë kufejt, kurse Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Hani e pini mos e teproni sepse Allah nuk i don ata që e teprojnë. Kjo në aspektin e ngrenjes, kemi teprim edhe në aspektin pra e harxhimeve të tepërta dhe të panevojshme në shtrimin e iftarit ose në shtrimin e syfyrit, e që nuk ka qenë traditë e pejgamberit. Gjonat që shpesh arrijesin edhe pa u konsumu, të anë ndoshta edhe duhet me gjujt, për shkak që uria e tepërt, barku unë, syni unë që thojnë, por realisht hapësira e barkut është limituar. Padyshim. Dhe prej gjërave tjera, të cilat janë të rëndësishme që t'i përmendim, është edhe detyrimi i burrit ndaj gruas që të përgatis ushqim dhe kohën maksimale ta çojë në përgatitjen e ushqimit dhe në përgatitjen e gjithë atyra gjërave që e bëjnë musafirin të jetë me komod. Mirë po, ai harron se sikurse që burri ka nevojë që të shtohet imani gjatë agjerimit dhe ka nevojë për shpërblime, edhe gruaja ka nevojë për shpërblime. Ose le të bëhet pjesëmarrës bashkë në kuzhinë, le të dajnë punë, që edhe se vapet mi das bashkë. Në qoftë se din, padyshim. Kështu që, domethënë, mohimi i bashkëshortës që të marrë se vapen në leximin e Kuranit, përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, dhe pastaj edhe në prezantimin e namazën e taravive, e cila nuk ndoshta është i përkushtuar në xhami, në adhurime, ligjërata, gruan e privon prej elementeve më të rëndësishme. Padyshim, kjo është një padrejtësi e madhe dhe është një keqkuptim i fesë tonë islame. Gjithashtu prej gjërave është edhe ndenjat e tepërta të vona, humbja kohës, gjumi i tepërt pastaj ditën ku s'ka mundësi njeriu që të dalë në namaz me xhamat e kështu me radhë. Çdo gjë që realisht e privon besimtarin nga përkushtimi, nga përqendrimi në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Padyshim. Po gjendërum ishte kënaqësi që bashkëbisedum, emisioni ka çika minutat, ne ju falenderojmë për pjesëmarrjen. Ndërkohë shikues të dashur, ju përshëndesim duke shpresuar që takohemi sërish në natën e ardhshme. Deri atëherë mirëmbëjtje, wassalamu alaikum wa rahmatullah.